kjo video të ka gjetur ty sepse fëmia yt, fëmijët e tu, ose verzioni yt i fëmirisë ka nevojë për kujdes, siguri dhe shërim emocional në mënyrë që të arrisi paqen e brendshme. Veçanërisht, kjo video është për ata fëmijë që përballen me sfida si hiperaktiviteti, pagjumësia, parehatia, si dhe ata që janë të diagnostikuar me çrregullimin e vëmendjes dhe hiperaktivitetit që quhet ADHD, autizëm, neurodivergjencë ose diagnoza të tjera. Kjo është për t'ju ndihmuar të shëroni atë fëmijë të vogël, të lënduar, të neglizhuar, që ndjen keqardhje, xhelozi ose ndonjë ndjen dhimbje, ndarje e tjerë. Pra mund të përdorni lirisht për veten tuaj dhe për fëmijët e tuaj, sepse kjo do të jetë një miks mes rukjes dhe meditimit. Pra kjo video është thjesht një hyrje, një informacion, një sqarim për ju që ta dini se për çfarë bëhet fjalë. Në rukjen që do ta krijoj dhe publikoj më vonë ose nesër, varet sipas mundësive, nuk do t'i përmend këto diagnoza dhe sqarime, sepse nuk dua që fëmijët të kategorizohen dhe identifikohen. Allahu është shërues i vërtet dhe me ndihmën e Tij, inshallah, ata që kanë nevojë do të gjejnë paqe dhe qetësi dhe udhësim hyjnor. Pra qëndroni të lidhur për publikimin e rukjes, ndajeni këtë video me sa më shumë njerëz që kanë fëmijë, që janë të shëndosh ose të smur, me diagnoza ose pa diagnoza, ose që duan të shërojnë verzionin e tyre të fëmirisë, sepse kjo video është për të gjithë, pra le të përfitojmë të gjithë së bashku.